Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot do të vim me një histori të trish, një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Koçanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku mbrëm në ora 2 në mesnatë shumë të rinj brenda një diskoteke, duke u argëtuar, duke shijuar momente të bukura, duke u kënaqur, kanë përjetuar tmerrin, kanë përjetuar vdekjen me sytë e tyre në një ambient që nga pamjet të cilat unë tashmë do t'i transmetoj, do të shikoni që për mendimin tim është një ambient për të mbajtur edhe, le të themi, edhe shtallë lopësh nuk mund të mbash aty, e jo më diskotek, por ja që me pa të drejtë kjo diskoteka ka vazhduar punën e saj, duke mos patur edhe licencën rreth një viti për të mbajtur mbrëmje rinore në këtë ambient, pas një zjarri të shkaktuar që akoma nuk është se ka ndalur detajet të hollësishme se nga ku ka ardhur ky zjarr, por dyshimet janë dhe përfliten lart e poshtë, kanë humbur jetën 59 të ri, ku 110 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Një ngjarje tragjike ka tronditur qytetin e Koçanit në Maqedoninë e Veriut, ku gjatë mbrëmjes së djeshme një incident në një diskotek ka shkaktuar një tragjedi të pashëmbullt. Një ndezje fishek zjarreve që ishin planifikuar të ofronin një efekt gazmor ka shpërthyer një zjarr të madh që ka përfshirë tërë objektin, duke shkaktuar kaos dhe shkatërim të menjëhershëm. Deri më tani 59 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 110 të tjerë janë të rënduar shumë dhe të lënduar. Shumica e tyre të helmuar nga tymi i dendur i djegjes. Gjithçka nisi si një festë e zakonshme të rinjve që kishin mbushur diskotekën, duke kërkuar një natë argëtimi dhe shpresë. Por, pas disa minutash që fishekzjarret e zakonshëm u ndezën për të krijuar një efekt gazmor në tavan, situata mori një kthes të papritur. Shkëndijat edhe flakët e ndezura përfshin menjëherë tavanin e diskotekës dhe brenda një momenti zjarri përshkoi tërë ambientin. Pavarësisht përpjekjeve të personelit dhe shërbimeve të emergjencës për të ndërhyrë, zjarri u përhap me shpejtësi të pabesueshme, me çdo sekondë që kalonte, djegja e brendshme e objektit shkatërroi gjithçka në rrugën e saj, duke i përfshirë të rinj të që ndodheshin brenda. Ndërsa flakët përhapeshin, një tym i dendur dhe helmues mbushte tërë hapësirën, duke vështirësuar ndihmën dhe shpëtimin e të mbijetuarve. Në atë kaos të tmerrshëm, të rinjtë që kërkonin daljen nga diskoteka ishin të mbyllur dhe të ngujuar nga djegja dhe tymi i dendur, që shumë prej tyre nuk mundën edhe t'i shpëtonin. Shumica prej tyre të shtrirë të dëmtuar nga flakët e zjarrit, u helmuan nga gazrat dhe tymi toksik që përfshiu tërë hapësirën, duke shkaktuar dëme të mëdha shëndetësore për të mbijetuarit. Siç konfirmuan autoritetet, numri i viktimave mund të rritet pasi disa persona janë në gjendje të rëndë dhe shpëtimi i tyre është i paqartë. Mbi 110 persona janë raportuar të lënduar rënd, shumë prej të cilëve kanë djegje të shumta dhe lëndime të tjera të rënda. Të plagosurit janë transportuar me urgjencë në spitalet e qytetit, ku po marrin trajtimin e nevojshëm. Pas shpërthimit të zjarrit, autoritetet kanë nisur një hetim të thellë për të zbuluar shkaqet e incidentit dhe mënyrën se si u ndodhi një tragjedi kaq e madhe. Deri më tani, dyshimet janë se fishekzjarret që ishin planifikuar për një efekt gazmor mund të kenë shkaktuar ndezjen e papritur të zjarrit, i cili shpërtheu më shpejt se sa mund të pritej. Në qytetin e Koçanit, një atmosferë trishtimi dhe shqetësimi mbizotron. Ata që kanë mbijetuar dhe dëshmitarët e ngjarjes flasin për një situatë jashtëzakonshme dhe të pafundfrike. Ishte një shpërthim i papritur, të gjithë ishin në panik. Nuk mund të dilnim, sytë na diqnin nga tymi dhe flakët ishin kudo, tregojnë ata të shokuar nga tmerri që përjetuan. Kjo tragjedi ka lënë qytetin të shkatëruar emocionalisht, ndërsa autoritetet dhe qytetarët po përpiqen të mbledhin dhe të ofrojnë mbështetje për të mbijetuarit dhe familjet e viktimave. Ky incident tragjik do të mbetet një kujtim i dhimbshëm për gjithë Maqedoninë e Veriut dhe për të gjithë ata që përjetuan afër këtë fatkeqësi kaq të madhe. Domethënë nga ajo që unë deri më tani solla pranë jush,
Historia ka filluar brenda një diskoteke e cila ka vepruar pa licencë. Licencën e ka fituar në vitin 2013 dhe licenca e kësaj diskoteke ka përfunduar në vitin 2024, konkretisht në muajin mars të vitit 2024. Që nga muaji mars i vitit 2024 nuk është lejuar më që kjo diskotek të zhvillonte mbrëmje rinore për faktin sepse vetë struktura e kësaj diskoteke tregon që nuk është dhe nuk i ka plotësuar kushtet për punën, për të vazhduar punën më tej. Po në mars të vitit 2025, konkretisht një vit nga dita kur kjo diskotek ka mbaruar licencën e saj të punës, diskoteka ka arritur që të përfshihet nga zjarri i cili ka ardhur nga fishek zjarret të cilat ishin pozicionuar në skenën ku bendi i cili do të performonte në këtë natë për të gjithë të rinjt të cilët kishin përzgjedhur që të shkonin në një natë të shtunë e feste, ku konkretisht nga mosha që ne kemi arritur të kuptojmë deri më tani të personat që kanë ndruar jetë, të rinj që kanë ndruar jetë të rezultojnë të jenë 14 deri në 21 vjeç. Është çuditërisht e çuditshme sepse mosha është shumë e vogël që nga 14 vjeç në diskotek, por besoj që edhe prindërit e tyre do të flasin dhe do të japin qëndrimet e tyre në ditën në vazhdim. Do të thënë kanë qenë gjimnazist, kanë qenë student, të cilët kanë ikur për fundjavë në vendlindjen e tyre në Koçan. Deri më tani ato të cilët janë identifikuar si viktima në këtë tragjedi janë nga Probi Shtipi, janë nga Shtipi, qyteti i Shkupit, qyteti i Koçanit, qytete të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të thënë të rinj të cilët kanë dashur që kanë dashur që të kalojnë një natë të bukur, një natë të shtune në këtë diskotek në qytetin e Koçanit. Zjarri është përfshirë në orën 2 të mesnatës, ku zjarri ka qenë i menjëhershëm, do me thënë tashmë nga të gjitha video incizimet që kanë bërë mediat, por njëkohësisht edhe të gjitha fotografitë të cilat janë bërë publike në rrjetet sociale, keni arritur të kuptoni se në cilat pozicione ka qenë më së shumti i pozicionuar zjarri, por brenda kësaj diskoteke ka patur mbi 1000 të rinj të cilët kanë festuar dhe janë argëtuar në këtë natë të shtunë. Autoritetet të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të vinë me informacione më të detajuara për këtë ngjarje, me patjetër që edhe ekspertiza do të vinë në ditët në vazhdim për të kuptuar se nga ku ka ardhur zjarri, duke u bazuar në videot të cilat kanë dalur në rrjetet sociale, duke që zjarri vjen nga fishek zjarre, të cilat ishin planifikuar që në momentin më kulminant të kësaj mbrëmjes do të ndizeshin në këngët më të bukura të këtij grupi. Unë shpreh ngushëllime të sinqerta ndaj familjarëve dhe një vetëdijsim për të gjithë prindërit dhe për të rinjt, sidomos ato të cilët frekuentojnë vende të këtilla.